ambasadorit tonë që janë në program, zori Vaglicane, zori Kushim Akale që ka qenë pjesë e grupit të organizimit, Akademia Rejtona, normal, dhe ambasadorit që kemi nga Ministria ashtu në Kampo zonjën Amin, që nga blet, në Amin të gjithë, dhe do të dojë përshëndesja se cilëve, veçanërisht. Do të falenderoj Shidu, kohën, për vëmendjen, duke ka individ, ka shoqata, por janë një përfam, ka profesorë, kolegë, detarë, kemi letërin, që e përshimësia, dhe të zonja Amin, profesor në përshimësia. Atërë, zërë se mëna jemi gjithë, për një falenderim të angleshim, kemi nevojë. Kemi nevojë shumë, kemi bashkë. Ndoshta, si të kur 100 vjetë, apo 50 vjetë, apo 200 vjetë më parë. Ndoshta, në këto lloj situate, na duhet të jemi bashkë, të mendojmë bashkë, të bëjmë një Shqipëri mendojnëse, që të paraprim ajo që quhet vlerë kombëtare, shtyrë poshtë, të tjera nga vitet në ndërtore. Pa unë përkohë, po të bëjmë një. Po janë fjalë, zonjës Alda, e pasaj si pas programit, do vazhdojmë. Zonja Alda, që janë një. Të ndërruar sot ambasador, të ndërruar një librit të kulturës, është vërtet kënaqësi dhe nder për qendrën kombëtare të librit dhe leximit, organizohet pikërisht në këtë hapësirë, në këtë sallë të veçantë, sallë e cila është e mbushur me libra që bëjnë kujtesën tonë kombëtare, libra të konfiskuar gjatë komunizmit dhe që tashmë kanë marrë jetë si formë edhe e shëndresës, pikërisht të promovojnë një libër i cili ka në temë çështjen e kombit, çështjen e identitetit, çështjen e kulturës dhe të rrënjave të thella shqiptare. Zonja Amina, libri juaj, Unë jam bija e Dheut, është një libër i cili duhet trajtuar me kujdes, duhet trajtuar si një libër i cili vazhdon atë përpjekjen e vazhdueshme që ngarkohej lindjes tonë kombëtare për të folur për ato çfarë shqiptarët e kanë pasur gjithmonë shumë të rëndësishme, çështjen e identitetit, çështjen e historisë, çështjen e vazhdimësisë, për hapësira të tilla ku nga ju vini, siç është Lubina e Preshevës, ku çështja e identitetit dhe e qëndresës, e mbjetesës, e ruajtjes së gjuhës, e ruajtjes së vazhdimësisë është një çështje e ndjeshme dhe është një çështje që nuk i takon vetëm juve, por na takon ne të gjithëve. Ky libër, realizimi i librit të tillë me një temë të tillë, me temën që ashtu si Zoti Sazani quajtë tepër mendonjëse, përbën një akt të veçantë i cili duhet vlerësuar. Shqipëria, shqiptarët kanë shumë nevojë për librat, kanë nevojë për ta ulumtuar më tej pikërisht ato rrënjët e tyre, për të parë thellë ato rrënjët e identitetit tonë europian, një identitet i cili pavarësisht presioneve të kohës dhe çështjeve të ndjeshme të globalizmit sot, i nderon shqiptarët dhe i bën të qëndrojnë gjithmonë ato lartësi që ne kemi përfitur. Si grua, unë do të vlerësoja faktin që gjithmonë gratë shqiptare, pavarësisht hapësirës që ato kanë jetuar, kanë qenë gjithmonë në forcë dhe kanë pasur një rol të madh jo vetëm në qëndresë, në kurajën, por edhe në çështjet e ruajtjes së gjuhës. Kemi rastin në Maqedonisë të Veriut, gratë shqiptare me shumë intuit edhe me atë zjarrësinë e tyre natyrore, arritën të mbanin gjallë pikërisht gjuhën e bukur shqipe. Dhe tashmë një grua, Amina, një vajzë e re, e vazhdon të kaq të gatit, duke u erdhur në tema që nuk janë tema të lehta, siç është tema e Adheut. Tema e Adheut është një temë shumë delikate, por që ajo e ka trajtuar përmes përzorjes së saj personale, historive që vinë pikërisht nga familja e saj, një familje me vlera kombëtare, por edhe përmes disa intervistave shumë interesante që sjellin këndvështrime, mendoj të lyra për lexuesin për çështjen e Adheut. Sot jam këtu me fol pak më shumë për historinë e Sanxhakut, historinë e Novi Pazarit, cilën për fatin e keq pak njerëz e njohin. Sanxhaku është një tokë gati me kilometra, sikur Republika e Kosovës, është 8.850 kilometra, është 420.000 banorë.
Pi 420.000 banor gati 400.000 janë shqiptarë të asimiluar edhe stabilizuar. Na për fatin e keq, nga 21 janari 1945 nuk kena pas përfaqësuesin tonë, sepse krejt që kena pas na kanë vra, na kanë djeg. I fundi ka qenë heroj jonë, heroj më i madh i kombit shqiptar në Sanxhak, ka qenë Grita bashkë me Ahmet Docin, cilin e kanë pushketu partizante i Jugosllavisë, bashkë me 16.000 shqiptarë të tjerë nga rajoni e Novi Pazarit, ku janë pushketu në Haxhet. Me fatin e keq edhe pa interesimin e dy shtetave tona, Eshnat e 16.000 shqiptarë janë baros në vendin ku është sot spitali i Novi Pazarit, që janë ndërtu me lejen e shtetit të Serbisë. Çdo njeri cili e ka vendosur këtë rrugën, ka qenë i burgosur, ka qenë i vranë. Njëri për tynë është Faruk Camaj, djali i ri 20 vjeçar, cili e ka nisur 1992 e njëjtë rrugtimin cilin edhe jam sot këtu. Sepse atë ditë kur janë burgosur, Serbia e ka marrë krejt dokumentat që e kanë pasur. Une për fatin e mirë edhe që e ka përmisu pak koha, ashtu edhe të Kosovës, edhe nuk jam sigurt nëse do të jem gjallë edhe në 2-3 vjetë, për shkak e kërcënimet e mëdhajat, që kanë ndodhur para 4-5 muajve që e kanë gjujtur me armën nga të shtëpisë tona në Mitrovic, ku jam e martume. Shpresoj që Republika e Kosovës dhe Shqipnia punon ma shumë për shqiptarët e Sanxhakut, po jo veç politikantë që kena në Shqipërinë në Kosovë, po edhe politikantët tonë që kena në Luginën e Preshevës, zonja Ardita Sinani dhe zotri Shajb Kamberi. Shpresoj që me përpjekjen e tyre mund me kry një punë për neve në Sanxhak dhe me pas interesimin më të madh për neve në Sanxhak, se kur të vim për shembull në Novi Pazar, mos me shku të Dr. Sulejman Uglanini, mos me shku të tjera vende, po me ardhë të na edhe me fol për problemat me cilin ballafaqojnë shqiptarët e Sanxhakut. Na për fatin e mirë kena hapur edhe zyren e Këshillit Kombëtar Shqiptar 2024-ën, cilin na kanë ndihmuar edhe zotri Nevzat Lutfiu edhe zotri Enkil Rexhepi. Po si çdo shqiptar që jena jashtë kufit të Shqipërisë, na i kena shumë probleme, i kena përcjelljen e policisë të Serbisë, që e kena pas gati 20 rinin në zyre, ku për shkak e përcjelljes e për shkak e punës na kanë largu pi zyre. Jena met veç na 4 veta që punojmë. Unë me familjen tam jam e përcjell në 24 orë nga policia e Serbisë, ku edhe gjithë kur u thoj nalin ka 4-5 orë, veç për shkak se punoj për kombin edhe për adheun. Shpresoj që me bashkimin ton, me bashkimin e Shqipërisë të Kosovës, bohet edhe për neve një jeta më e mirë. E kena nisur edhe kursin e gjuhës shqipe, ku e kena pas për 2 vjet gati 50 nxënësat, duke mësuar gjuhën e nanës. Rinia është interesume për kombin shqiptar dhe për adheun, po krejt është në duart e Shqipërisë dhe të Kosovës sa ka me na mbështet, si që moralisht që ashtu edhe financiarisht. Se problemi i madh është që e kena pas një qikje në atje në zyre, Ilma, ka punuar bashkë me neve, pa ja ka qenë e punësume në punën e shtetit, kur e kam parë që është ngat me jede që ndihmon në punën e zyres, ai drejtori që ka qenë punën, e ka tha ose punën me aminën ose punën me neve. Aja për fatin e keq, që s'kena pas mundësi me paguas, me ja jap rrogën, ajo do të më kthy në punën në shtetit. Shpresoj që kjo libër ka me dhez dashnin për Sanxhakun, sepse na janë api një vendin cilin është i haruar. Presheva, Medvegja, Bujanovci, Apet janë një mënyrën pak një situatën ma të mirë. Po na jena në shumë një situatën që është tepër e shtirë. Kur ti në shtëpinë tonë nuk guxon me fol gjuhën shqipe,
që ashtu ka ndodhur për 1945 nuk jena guxuar me fol absolutisht heq asnjë fjalë shqipe. Nëse na kanë dëgjuar në rrugë, kanë ardhur na kanë maltretu krejt familjen. Njoni për tyllëve është edhe stërgjushi jem, cilët ne kanë kollë, kanë djegme me qiken edhe me gruën e vetë në shtëpi, veç se ka qenë duke folur në shtëpi gjuhën shqipe. Unë tash i drejtoj edhe zotri Edi Ramës, edhe zotri Bajram Begës, edhe zotri Albin Kurtit, edhe zonjës Vjosës Osmani, që çështjen e shqiptarëve të Sanxhakut ngritet sa më shumë, që mos me la njerëz pa buk, mos me la njerëz me vujtur nga ana e shtetit e Serbisë. Ju falenderoj shumë sepse keni ardhur sot këtu në promovimin e librit. Shpresoj që ka me ju pëlqy. Çdo kush është interesuar për librin, na kur e mbarojmë këtu, jashtë kena medal, libri ka çmimin 20 euro. Është një mbështetje edhe për zyrën tone. Është mbështetje edhe për shqiptarët e Sanxhakut. Ju falenderoj shumë. Zonja Amina, të falenderoj shumë. Fjallë jashtëzakonisht prekse. Shumë edhe të dhimbshme, bile. Prej gati një viti, mbasi kam përfunduar 7 vjetë detyrën e ambasadorit në Londër, jam në një drejtori të re të krijuar në Ministrinë e Jashtme, që është drejtoria për shqiptarët në rajon. Krijohet për herë të parë kjo drejtori, e cila në fokus saj ka ndihmën, mbështetjen e shqiptarëve në rajon. Duhet të sqaroj diçka, që kjo ndihmë mbështetje nuk ka munguar asnjëherë në 35 vjet. Pra pa dallime partijake, ndoshta është një nga çështjet e pakta për cilat politika shqiptare ka pasur unanimitet plot, pra krahas integrimit euroatlantik, mbështetja e shqiptarëve në rajon ka qenë një nga ato çështje që i ka bashkuar gjithë forcat politike shqiptare. Po me këtë rast, me qënë se përfitoj nga prania e Zotit Rexhepi, do të ndaja disa informacione, besoj të rëndësishme edhe për ju, në atë parë për të njohur çfarë kemi bërë deri tani, pra puna që kjo drejtoria e re po bën në drejtim mbështetjes, e në mënyrë të veçantë të ruajtjes së identitetit kombëtar. Pse e them këtë çështje? Është shumë e rëndësishme. Do më lejoni miqtë e mi të dal pak nga tema për të dhënë dhe një përvojë personale. Në vitet 2001-2006 kam kryer funksionet e ambasadorit në Hollandë. Në tetor të vitit 2004 viziton Vuk Drašković, që ishte ministri i jashtëm në atë kohë, dhe vizitoi Hollandën. Isha interesuar për dëgjuar, sepse kisha dëgjuar që ishte kundërshtar i Miloševićit dhe dëgjoja qasjen e tij për çështjet e rajonit, në mënyrë të veçantë për çështjen shqiptare apo të Kosovës, dhe dëgjova me vëmendje. Vuku u pyet nga gazetarët, në atë kohë Malizi dhe Serbia ishin një shtet. U pyet në qoftë se Malizi do të ndahet, çfarë mendimi keni? Dhe ai me 2 fjali tha, dëgjoj, kjo jona është një martesë. Në qoftë se martesa shkon mirë, divorci është zgjidhja më e mirë. Kaq. U pyet nga një gazetar tjetër, po Kosova. Dhe ka folur 32 minuta se kam parë orën. Pse Kosova nuk mund të jetë e pavarur? Që t'i bie shkurt, në thelb ishte një nacionalist, si gjithë tjerët, në këtë çështje. Në krah kisha një personalitet shumë të lartë qeverisë serbe. Nuk po e përmend për etik. Dhe midis tjerash më thot, ambasador, thot, ju shqiptarët e Shqipërisë jeni ndryshëm nga shqiptarët e Kosovës. E dëgjova, dhe nuk hezitoj të bënte disa komplimenta për shqiptarët e Shqipërisë. Nuk durova, dhe i thash, jemi një. Kemi një gjuhë, kemi një kulturë, kemi një flamur, kemi një gjak. Na ka ndarë historia, na ka ndarë fuqitë e mëdha, por zemër, flamurin e kemi një. Nuk po e vazhdoj sepse vazhdoj me termat larta kjo, dhe unë dola jashtë etikës diplomatike, sepse dhe ishte po ashtu nacionalist. E them këtë,
Sepse në 2004 këtë ma tha një nacionalist serb. Sot është e dhimbshme kur unë dëgjoj të thuhet në Shqip për identitet kosovar, për gjuhë kosovare, zakone kosovare. Thash, këto i dëgjova nga kuzhina e Beogradit, sot është e dhimbshme ti dëgjosh në Shqip. Prandaj vesh tjerash, mbledhje të kësaj natyre është e nevojshme të japim edhe këtë mesazh. Mesazhin e bashkimit, sepse në fundit jemi një, jemi shqiptar, kudo që jetojmë në Malzi, në Kosovë, në Preshev, në Maqedoni, e kudo tjetër, s'po shtrihem edhe më poshtë, edhe më poshtë. Edhe në Greqi. Patjetër. Pra, e thash këtë sepse ka shumë rëndësi për të ballafaquar me ata që duan na ndajnë, edhe në Shqipëri, që duan na ndajnë në të majtë e në të djathtë, që duan na ndajnë në krishterë dhe musliman. Uniteti është ajo që e ka mbajtur gjallë shqiptarinë dhe shqiptarizmin. 200 vjet më parë, i madhi Pash Kovasa thoshte feja e shqiptarit është shqiptaria. Dhe për mua është shumë e dhimbshme kur në pallatin e sportit mos gaboja një sallë të madhe, diku në Preshev, dëgjoj një fetar që pikërisht godiste këtë thelb që i madhi Pash Kovasa i jepte. Ku fliste për anësin në një fe të caktuar, se kombi nuk ekziston, gjuhën nuk ekziston, unë gjuhën e kam mësuar me vones thoshte, sepse për mua janë këto vlera, duke u referuar pseudo vlera, ose vlera që mund t'jenë, po që mbi gjitha vlera kryesore është kombi. Dhe në këtë drejtim, besoj uniteti është gjëja më e madhe, dhe përfitoj nga prezenca e Zotit Rexhepi këtu. Sa afërmi, ose ndoshta do të kemi zgjedhjen Serbi. Dhe Zoti Rexhepi bën një punë fantastike. Atje kur ka marrë detyrë, ka bërë një punë të shkëlqyer për bashkimin e faktorit shqiptar në Preshev. Por është e rëndësishme që në këto zgjedhje shqiptarët mos kenë më një përfaqësues në kuvendin e Serbisë. Duhet të kenë jo pak se 3 ose 4. Dhe besoj që ju takon edhe ky angazhim i madh për unifikimin e faktorit shqiptar, që zëri tyre në kuvendin e Serbisë të ndjehet i fortë, i fuqishëm për zgjidh aq sa mund zgjidhi ato probleme. Se në fundit jetojnë në Serbi dhe dialogu me institucionet serbe duhet të jetë i vazhdueshëm, sepse në fundit kanë detyrimet e tyre për komunitetin, për shtetasit e tyre, kështu që dialogu duhet vazhdojë, por uniteti duhet jetë ai që të na bashkon. Dhe me këtë rast të fundi nuk dua zgjatën, se për fat keq diplomatët e kanë këtë defekt, kur fillojnë, harojnë, mbarojnë. Unë duhet falenderoj zotin Guri, pavarësisht se më tha mos ma përmend, për këtë iniciativë, po zotin Naklaj, për punën e shkëlqyer që bën, mos gaboj Krau Shqiponjës, organizmi juaj, Lënia artistike e kombit shqiptar. Okej. E kam ndjekur me vëmendje dhe bëj një punë të shkëlqyer. Përfitoj nga prezenca e zonjës Abdyli këtu, që siç e përmenda, duan ta godasin dhe kulturën shqiptare dhe librin shqiptar. Prandaj çfarë kemi mundësi të mbështesim bashkëkohësit vëllezërit tanë sepse vetëm kështu mund të mbajmë gjuhën, kulturën tonë, sepse ajo që na lidh me njëri tjetrin është gjuha, kultura. Nëse ajo shuhet, ata që nuk e duan Shqipërinë të bashkuar do të kenë realizuar qëllimet e tyre. Pra gjithë këta që thash bën një punë të jashtëzakonshme, shumë të vlerësuar. Qeveria nga ana e saj e ka punën mjaft strukturuar. Ne kemi projekte që nuk dua t'i përmend, po janë të shumta në drejtim të arsimit, kulturës, sportit. Ka filluar që vitin e kaluar dhe do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Prandaj ju lutem, kush ka mundësi të bëj, sikurse qoftë si ky aktivitet, sepse në fundit e madhja Nën Tereza thoshte, është më mirë të ndezësh një qiri se të mallkosh errësirën. Kështu që le të jetë një qiri edhe ky aktivitet i sotëm, se sa ata intelektualët e banaqeve që japin mend për gjithçka dhe nuk bëjnë diçka konkrete
për kombin, për vendin. Ju falenderojmë. Kryetar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve për Preshevë, Bujanovsk, Medveç dhe Pazar të Ri. E nderuar zonjë, i nderuar prokuror, sot realisht është kënaqësi. Është kënaqësi se sa herë që vim në Shqipëri, realisht është rrugë e gjatë, por realisht tregon atë gjën që Shqipëria është e madhe, sepse ndjenja dhe adetarizmi sot po e dëshmojnë që kur nuk humbe. Realisht edhe Amina e ka dëshmuar me punën e saj, me angazhimin e saj në Sanxhak, një përkushtim të pashuar për çështjen e shqiptarëve të atij vendi, për çështjen e shqiptarëve që jetojnë në Serbi. Pra kontributi i saj nuk është kontribut vetëm për njerëzit e Sanxhakut apo shqiptarët e Sanxhakut, por është një kontribut dhe një vlerë e shtuar e gjithë popullit që jetojnë në Serbi. Sepse ndjenja që ne hapëm zyrën ato, ishte vetëm si lloj ndjenje. Por realisht kjo bë e mundur bashkarisht me dy shtetet tona, me Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës. Pra, ata dhanë kontributin e tyre, sepse është domosdoshme të hapet zyra në Pazarin e Ri. Projekti i parë që ka marrë unë në detyrë ka qenë projekti për kursin e gjuhës shqipe në Pazarin e Ri. Në bisedim me Aminën, pash një emocion kur i them që nga detyra ime e parë që kam ambasadën e Republikës së Shqipërisë, doa ta ndaj këtë projekt, a është gati, a ishte me gjithë zemër ishte gati që sa më parë të fillojë projekti dhe sa më parë filluan 50 veta të inkuadrohen. Filluam dhe regjistrimin e shqiptarëve në atë vend, të cilën është një listë e posaçme në Serbi, ku në këtë listë janë lajmëruar disa shqiptarë që çdo gjë është në fillim është e vështirë, po besoj që gradualisht do të hyjmë në zonat e thella, ku aty ka shqiptar dhe aty ata shqiptar kështetosh. Pasi nuk është e lehtë në Pazarin e Ri, besoj që është më vështirë, po ashtu edhe në Medveç është më vështirë, sepse në Medveç ka ndodhur një spastrim etnik. Pra, është kjo e njëjta Serbi e kohës së Miloševićit, ku Miloševići me anë të tytës dhe me anë të automatikut ai realizoi spastrimin etnik. Dëshiroi realisht më shumë pastrim etnik, por e ndalën edhe e kundërta atytës automatikut të ushtrive tona të cilat dolën, siç është ushtria shqiptare për Kosovë dhe ushtria shqiptare për Preshevë, Medveç dhe Bujanovac. Nuk është që ne deshëm të kapim armën, por realisht ishte detyrim, ku nga ai detyrim u detyruam të mbronim pragun e shtëpisë. Pra, çdo ditë ballafaqohemi me këto padrejtësitë. Sa herë që e hekim një padrejtësi na shtohen 5. Pra, është e diskutueshëm sepse Serbia gjithmonë ka luajtur këtë rol dhe do e luaj, sepse problemi i Serbisë, Serbia don të jetë pa shqiptar, nuk i don shqiptarët në vendin e tyre autokton që janë në Sanxhak dhe Lugin të Preshevës, por ne jemi të gatshëm që thadha Amina të sakrifikohemi, sepse është detyrë kombëtare, është detyrë që ne të bëjmë punët tona të cilat na takojnë, punët tona në vend të çështjes sonë kombëtare, në çështjes sonë, sepse jemi në tokat tona dhe çështja jonë edhe në librin e Aminës diskutohet. Nuk është titulli rasi unë bia e Adheut, sepse Adheu jonë është i rëndësishëm dhe mendoj që do ta çojmë përpara. Falënderin edhe gatishmërinë që e ka zoti Ajdari që Lugina Preshevës të jetë në agjendën e tyre, po ashtu tani Lugina Preshevës, siç e keni parë në media, është në agjendën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një projekt rezolut që në fund arritëm. Ndime është shumë gjatë, por në fund arritëm
që për herë të parë Lugina e Preshevës, po gjithashtu Lugina e Preshevës është pjesës, do në Sanxhaku është pjesë e Luginës së Preshevës, do t'jetë e pranishme dhe çdo gjë ne do ta lidhim çdo gjë me shqiptarët të cilët jetojnë në gjithë Serbinë. Pra, faleminderit të gjithë juve që sot jeni prezencë, po na dëgjoni neve, po na dëgjoni hallet tona, sepse pak më herët ishim në Ministrinë e Jashtme dhe në Ministrinë e Arsimit, ku do ngrem shumë çështje për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Pra, kjo më vën të fortë, sepse nuk kemi vetëm, kemi Shqipërinë dhe Kosovën, dy shtetet tona të forta, të cilat besoj që do të luajnë një rol të rëndësishëm në avancimin e çështjes së shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe Sanxhakut. Fjalën po ja japim prokurorit, si presidenti i Asamblesë të Shoqatës Tirana, njëri ku do ndodhu, i gjendur, me një frymë që i vjen edhe nga lart, frymëzimi. Dy fjalë, të lutem, zoti prokuror, edhe si pjesëtar i organizimit, i pritjes, i përcjelljes së mysafirëve që na erdhën nga Lugina e Preshevës, nga kryetari zoti Enkel Rexhepi, nga zoja Amin e tjerë. Të lutem, fjala më ju. Të nderuar miq, me 27 nëntor që lam, neve shoqatat patriotike dhe kulturore morën pjesë në promovimin e një libri të një poeteshe nga Lugina, Melinda Shaqiri, dhe u gëzuarm shumë sepse po atë ditë në ndërtimin e ose koordinimi dhe udhëheqjen nga Shoqata Tirana ju bashkëngjitën një letre proteste edhe shoqatat e tjera, Dibra, Mallakastra, Labëria, Tafil Buzi, Lungjeria, Dëvolli, Mokra, Gramshi, Mizëqeja, Unioni Artistik i Kombit Shqiptar, Unioni Shqiptar i Shoqërisë Civile dhe i numri i madh pedagogësh, akademikësh. Kjo letër proteste ka mbaruar, është firmos dhe do i drejtohet organizatave më të lartë të Bashkimit Evropian, edhe të Këshillit të Evropës, edhe të OKB-s, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të sensibilizuar të gjithë historinë dramatike që zhvillohet në Medveq. Kështu që besoj se kemi dhënë kemi krijuar një urë, ashtu siç e tha dhe ambasadori, miku im i nderuar, që neve nuk duhet të na ndajnë partitë politike këtë çështje kombëtare. Po partitë politike sa të jenë të krijuara të ndara do jenë trojet tona. Pa dyshim. Pa asnjë lloj diskutimi, thirrimi, bërtasim ne, ato të ndara do jenë. Shoqatat nuk ndahen dot kurrë. Shoqatat patriotike dhe kulturore nuk ndahen. Dhe ne do ta përmbushim të detyrë me shumë dëshirë, me shumë obligim, sepse neve po mbrojmë një çështje të drejtë. Më bëhet qefi që dy provimet e para nga Lugina, njëri nga Lugina dhe tjetri nga Sanxhaku, vinë nga dy poetesha, të dyja femra, edhe Amalia femër. Kjo tregon që Lugina edhe Sanxhaku nuk shuhet kurrë, sepse ka femra të forta. E dyta, neve Luginën do të ndihmojmë konkretisht, mendoj unë. Dhe këtu nuk po flas siç më prezantoi Sazani, se ata janë tituj që unë i kam lënë, kam qenë prokuror dhe jam larguar, kam qenë 10 vjet kryeinspektor, jam larguar, me dorëheqje, jo se më ka heqë njëri. Marroj një punë dhe jam dorëheqje, kështu e kam si skem. Dhe tani u këtu jam me pozicionin e kryetarit të Asamblesë Shoqatës Tiranë, që është një nga nderet më të mëdha të jetës time që më ka besu komuniteti i Tiranës. Dhe ne këtë punë do ta çojmë përpara, përveç se letrës që është bërë gati për të nisur është përkthyer në disa gjuhë të botës. Unë mendoj se ka ardhur momenti se si të ruajmë librat i merr përsipër Sazani, bashkë me Arbrin,
me një bibliotekë shumë të madhe që kanë me titull pafund, duke filluar që nga Betarja e tjerë dhe tjerë. Kurse unë mendoj që ne si shoqata, edhe me fondacione tjera, duhet marrim përsipër që në çdo shtëpi të Luginës, që për arsye nga më të ndryshmet, familja është e detyruar të largohet, të punojnë në Kosovë, të punojnë në Shqipëri, të punojnë në diasporë, neve të sigurojmë të ardhur materiale që të paktën një njeri të mos largohet nga shtëpia. Pleq, mundësisht, do t'i bëjmë thirrje, do shkojmë t'i shkelim, i kërkoj kryetarit bashkë me gjithë rrjedhin e tij të identifikojë familjet e varfër në Luginë, të cilët janë detyruar të ikin për momentin me punu jashtë. Ama ju e dini të gjithë që po erdhën 2 herë edhe nuk gjetën një shtëpi ato të bëjnë pasaportën pasive. Dhe ne do gjejmë lek për t'i marrë gjithë të familje. Të kenë ushqim, të kenë veshmallje, të bëjnë një jetë dinjitoze dhe të ruajnë shtëpinë. Derisa konjunktura ndërkombëtare, qeveria shqiptare, qeveria e Kosovës, organizata ndërkombëtare, domethënë të japin një zgjidhje dhe të ndalojnë boshatisjen e Luginës, aksionet për gjuhën shqipe, përfaqësimin politik më dinjitos e kështu me radhë. Fola me Sazanin, i çova një artikull e po e mbyll para 2 ditëve që ishte në New York Timesit, ku thonte që gjuha shqipe është gjuha e tretë e zbritur në tokë. Apo jo Sazani? Sazani, do me thonë që shumica e njerëzve edhe nuk e besojnë kështu, thotë se ky thotë dhall di me pi. Pa unë dhall pi, më tha mua është studimi para 10 viteve, sepse ndonjë është armenishtja dhe greqishtja të para 2 dhe në 3. Ne jena në vend parë. Edhe më dha disa referenca që u i kërkova gjithë natën, dhe me të vërtet, jo se si isha i bindur, por referencat ishin ndërkombëtare, që gjuha jonë mund të jetë gjuha e parë që ka zbritur në tokë. Kështu që ti është një popull që përfaqëso gjuhën e parë që ka zbritur në tokë, që për hir të konjunkturave i shpërndarë nëpër botë, por je minimumi 10 milion që e flasin të gjuhë, ne duhet jemi krenar, sepse i bie që gjithë bota avash, ndoshta mbreznin tonë jo, po mbreznit e tjera, të respektojë këtë popull, a thu se është 1 miliard. Kështu që Presheva, për mendimin tim, Lugina, nuk do të shuhet, sepse ka gra dhe burra, siç janë 2 poeteshat që neve i pritëm Tiranë dhe jemi gati të presim çdo lloj aktiviteti që organizon Këshilli, dhe jemi gati që të gjitha ata problematika mos i të mbarojmë tu kur tulimi, t'i bëjmë me letra, jo me llafe. Rri i qetë, sa lek duan, mos e çaj kokën fare për të marrë njerëzit në shtëpi për familje që duan me ikë, i ketë sigurta. Me transparencë, me numër llogarie, gjithë shqiptarët janë gati, kështu që neve do bëjmë detyrat tona pa bujë, pa partitë. Rrof Lugina. Nga lidhja shkrimtare Dega Vlorë, kanë ardhur një përfaqësi prej 4-5 vetash, të ku do ndodhur, edhe të mirëpritur. Urdhëzoj, profesori në Ne flasim dhe me një punë të jashtëzakonshme, vullnetare, flas për të grup njerëz që ashtu, lidhur me trojet shqiptare. Por na ndodh diçka e keqe këtu brenda vet. Para pak kohësh, thash, kjo është çështje kombëtare, unë prandaj po flas. Nuk jam jashtë teme, mendoj. Sazani, jo ku Sazani, ai Sazani atje ku banoj unë, me gjithë fshatrat për rreth 100 sa hektar tokë, pa llogaritur detin, mendohet dhe po shkohet drejt kurorëzimit të plot, të dhënje smeqira për 99 vjet amerikanëve, po themi. Një biznesmeni amerikan. Unë them që Shqipëria është kaq e vogël, Nuk duket në hartë. sa nuk ka tokë për të dhënë me qira. Nuk do të sqaroj ju se ç'është kjo punë, sepse jeni njerëz të mençur, njerëz të ditur, adhetar, jemi mbledhur për çështje adhetare këtu, por po ju them me 2 llafe. Nëse ajo tokë me gjithë detin jepen me qira për 99 vjet,
99 vjet, ne humbasim sovranitetin tonë shqiptar mbi atë pjesë. Të tjerat janë pralla pësa. Jo po do i nga deti, jo po do i bjerë me në ndetë, se këto janë budallëqe, për budallëjt. Për atë që shqiptare kupton. Po kjo muhabet është dhe për Durrësin, por nuk do i hy këti muhabeti. Dhe për ta mbyllur. To që them një profeci që lexohet dhe thuhet në Vlorë, brez pas brezi. Kur u shpall pavarësia, që erdhi telegrami nga Austria dhe nga shtetet e tjera që e njohin Shqipërinë, Michel Qemali u duk tepër i dëshpëruar. Luiz Gurakuqi dhe ta tjerë të mbledhin thonë çfarë ke? I thotë ky shiko. Është një Shqipëri e vogël, kjo është një Shqipëri pa duar dhe pa këmbë. Është i trungë. Këta hidhen me njerë, këto janë sipas kujtimeve të patriotit Luanjat, Kordel Luari, që i ka lënë të shkruara. Dhe ka qenë 18 vjeç dhe i shërbente Ismail Qemalit në ato shërbimet e vogla të shtëpisë që kisha ai. I thotë ky, bijtë mi qetësoni. Në veri është Serbi me Malazezi nga ardhur Durrës. Greku po përparon drejt Vlorës. Një pjesë janë vendosur italianët. Jugu po kështu. Nuk kemi fuqi dhe mundësira që të kërkojmë tani këtë Shqipëri të madhe. Jemi të detyruar të pranojmë kaq sa ne, por thot ai, dhe kjo është profecia u tu e mbyll, dëgjoni bijtë mi thot. Ata që do vinë basesh, në mos e zmadhoshin dot, ta lënë kaq sa po e ulëm ne. Faleminderit. Trimat shqiptar, gra dhe meshkuj, ndaqë dhe në Preshev, në Medveq, në Gjakov, kudo që janë, duen mbështetur fuqimisht. Unë thjesht jam një shqiptar, si pas emrit, dallojmë që jam orthodoks, por jam shqiptar. Sepse, e them këtë, sepse sërbët në ato zona pikërisht prandaj luftojnë shqiptarët se janë ortodoks. Janë të krishterë, por në realisht janë shqiptarë. Dhe nuk është problem feje, po është problem për ta zbrazur trojet shqiptarë nga shqiptarët. Se nuk ju intereson as ju bën përshtypje për besimet fetare. Ato janë kot, janë bulesa, sa për të thënë me fjalë për lufta bëhet kundër shqiptarëve. Kundër gjuhës shqipe, që me të drejtë me fjalë, që e thekson edhe i nderuar Isa Zanguri, dhe unë jam i bindur për këtë gjë. Është gjuha e natyrës, edhe emri im është emri i natyrës, Harallan Kota, sepse më sulmojnë edhe në Facebook, thonë ti je sërb, ti je grek, ti je vle, ti je arromun nga emri. Po Harallan do thot ardh dhe lamba, dritë e ardh në gjuhën shqipe, sepse lamba është një fjalë e natyrës, lamba. Dhe lamba do thot lampa, dhe kur mblodhen ata burrat e vjetër 1000 mira vjet përpara, që ndezën një bishtuk, ju tha njëri tjetrit, drita, nga lam e pa, lampa, dhe lindi emri lambi, lamba, lampa. Këtë nuk e kuptojnë. E njëjta gjë, mbështes fuqishëm shumë adetar tanë që janë në jug. Më thonë, nga emri, je grek, more si neve, ke unë bërbachen. Këteje si për në Voskopoj, Shqipëria mesme, Myzeqe, Tiran, më thonë je vle harrumun nga emri, pra lufta kundër shqiptarve bëhet në të gjitha format. Bëhet në ato forma. Të më thonë, nuk kemi armiq vetëm aty që janë jashtë kufirit, po i kemi armiq edhe brenda kufirit. Janë misionar të fshehur dhe brenda Shqipërisë që paguajnë para, marrin para nga Romania, nga Bullgaria, nga Greqia, nga ku munden me marr para për të paguar shqiptarët dhe për të marrë deklarimin që jemi grek, jemi vle, jemi arrumun, jemi sërb, jemi bullgar. Turq është tjetër gjë. Po flasim me fjalë për
atë pjesë që ne i kemi shtete kufitare, që tentojnë me fjalë të na marrin pjesë nga pjesët tona, domethënë jo vetëm që s'na lënë që të kthehemi në trojet tona, që ne i kanë marrë qynë 1913-ën, na coptuan dhe ne i kanë marrë, po duan të na coptojnë më tutje, na marrin edhe këtu brenda. Këta që janë misionar vlle, Zoti i dënoft, duan të na marrin Myzeqen, duan të na marrin Voskopojën. I thot ai në një emision të Top Qellit që e dërgon në Dardh, në Drenov, edhe i thot, e qa jeni ju? 3 qereku i fshatit thot jemi shqiptar. Me Aleksandr Drenovën, që bëri hymnin kombëtar. Një del dhe thot, jemi vle. I thot kjo gazetarja, tërgu shumë e s'jut. Si thot, për nga erdhët ju, nga ratju këtu, na odhi Zoti nga qielli. Po, për çfarë ju duhen këta shqiptarë që shkasin edhe brenda Shqipërisë në këtë deregje? Ju duhen për të marrë vota. Dhe unë s'dua të përmend se kush janë këta lugetër që punojnë kundër gjuhës shqipe dhe kombit shqiptar. Duan vota që të bëhen deputet. Edhe i gëjej njerëzit i shkojnë, i ofrojnë para këta persona. Edhe janë shumë aktiv, janë prezent në media. I thret media, kjo është për çudi. Të gjithë këta lloj personash i thret media. Ai që punon për Shqipërinë dhe gjuhën shqipe, jo vetëm që andej matan që zonja ka bërë atë libër dhe shpreh frikën e madhe, jo frikë, sa është guximtare, por që mund të ketë pasoja nga ata atjemi, fjalë se kështu ka ndodhur, por janë aktiv këtu ke ne, brenda këtu ke ne, janë shumë guximtar. Edhe më thonë mua në Facebook, po pse ju urren ti vlehet, a rumunët, grekët? Unë nuk ju urrej. Unë po flas atë që duhet të flide. Ju na urreni ne, që nuk na doni që t'jemi shqiptar. Tu është ndryshimi i madh. Tash unë kam bërë 2 libra që do t'ju adhuroj, i kam këtu. Një libër është Shqiptarët me pushke pen për gjuhën shqipe dhe më mëdhen. Brenda ke shumë shqiptar atje që i kanë vrarë 14 shqiptarë të vrarë priftërinj dhe mësues, të vrarë sepse u mësonin fëmijëve shqiptar fshehura si gjuhën shqipe që ishte ndaluar, siç ndodh ke ju tashti. Po flasim para se të krijohej shteti shqiptar. 100 ca vjet përpara. 14 vjet të vrarë. Pra, nuk të vret njeri se shpërndan gjuhën e sajuar serbe, gjuhën e sajuar rumune, gjuhën e sajuar greke. Po të vrasin, po që se do mbrosh gjuhën shqipe dhe kombi shqiptar. Edhe një libër tjetër do të dhuroj zoj. Ky është libri Tirana, vendbanimi i hershëm i fisit Pellazgo Ilir të etrusëve tyren. Ky libër është promovuar nga shoqata Tirana Nderi Kombit, Kanderin që është presidenti i asamblesë, zoti Shkëlqim, edhe një antar me vlerë i Këshillit Drejtues, Kujtim Dervishi, që tregon me fjalë që Tirana është prezente në këto lloj takimesh. Edhe unë jam antar i Këshillit Drejtues të shoqatës Tirana. Jemi nga familjet e vjetra tiranëse ortodokse shqiptare, që ta theksoj, shqiptare. Dhe libri është promovuar, është përqafuar, tregon një histori me vlerat mëdha për Tiranën, për banorët e Tiranës që i kanë hapur dyert edhe hapësira gjithkujt që ka në Tiranë. Qyën kohët e hershme edhe në vazhdim, takzoni 2 librat e mia. Kaq kisha, faleminderit që më dëgjuat, e zgjata pak po. Zoti avokat Jetia, si kryetari i shoqatës Klisit, 2 fjalë të lutem për librin, për situatën. Për sa i përket faktit që sa ka bërë shteti shqiptar
paktin për 80 vjeç. Për mua ka bën 0. Pse 0? Nëse ka diçka që më bën, amin. Ka bën 0 sepse çdo domon shqiptarët në Shqipëri, 95% nuk e din kush është Sanxhaku. Po të kishte pas deklarata, po të kishte pas mbështetje, po të kishte pas konferenca, po të kishte pas sesione shkencore, po të kishte pas vajtje ardhje. Pra, të gjitha janë pa kosto. Normalisht ishte mësue më shumë për Sanxhakun, ishte mësue më shumë për arvanitasit, po deri vonë i kanë thujt Çam. Grek po, Çam do kanë thujt që gjithë hynë në familjen Çam, pavarësisht se janë shqiptarë këta ata, kanë ato diferencat e veta, po janë bashkë. Dhe po ashtu për Preshevën. Preshev, unë shkoj her pas here në takimet që bën sesion shkencore, Xhamaledi Saliu që duhet për shtetin për zhue. Ko marr pjesë, më duket 50.000 lekë, 500.000 lekë, 500 milion, nuk e di çfarë kishin dhënë një herë për një qendër shtetërore. Shteti am. Kosova ka filluar më vonë. Te këto arsimi nuk e di sa kanë hapë domon mundësi për me marr pjesë me ardhmë me marrë shkolla këtu. Pra dhe më thonë për mua në proporcion me shtetet fqin është bën 0. Për pjesë tim, po prap me punën që kanë bën ata, të minoritetet që kanë kryer minoritet pa qenë atje më radh, është bën 0. Prandaj për mua është në këtë kundërshtimi, qofsh ai gabur, po që ka gaburu, gjithçka është rregull dhe përfundimisht rregullohet puna. Gabur të Tiranës që rrisin Zerbët. Shumë i saktë. Ja, më shumë fut të thellë, sepse këtu akoma kemi me tregishta tek akoma kemi me tregishta tek ushtari banjor. A kupton? Kështu që domon kush ta ek? A do të tek tregishtat, do të tek gjitha emetimet slave që janë. Dhe ne Zot virtut ke emrin virtut. Ne do marrim iniciativen që me bashkëpunim me shoqata shumë për plisin, që janë bën 110 shoqata për ta çuar në lesë që janë rrallë. Marrim iniciativë që gjitha emrat slav të hiqen të aktualizohen me emra shqiptare. Po disa nuk ashtu. Ne kemi dhënë Amina Nurajt, Sanxhak, Republika e Serbisë, titullin e lartë patriotik Aristotel Kola. Është titull që ne kemi normuar për vitesh, e kemi shpërndar për herë të parë kur realizuam një sesion shkencor për Çamrin në rast 100 vjetorit pavarësisë, dhe ne pikërisht atë ditë realizuam atë sesion shkencor, më thonë që normalisht kjo nuk është pavarësi, kjo është çreptim. Dhe aty thamë çështja Çame nuk është çështje e Çamrisë, por çështje marrëkombëtare, dhe aty për herë të parë e dham e ndam me fjalë çlimin Aristotel Kola. Ne kemi marrë, domon kemi pas parasysh që këtë çmim të japim Amins. Kjo është me datën po. E ka numrin 154, datë 26/8/2018. Pra sot na krijon mundësia. Motivacioni po ko domon do ta votojmë. Shumë faleminderit. Jo me ato takime që bën nganjëherë, të cilat mendoj që janë të gabura. Unë sjell përshëndetjet edhe në emër të kryesisë të shoqatës adhetare kulturore Benda, për të cilën unë e përfaqësoj. Është një shoqatë sa për informacion për miq që vinë, që mbulon malësinë e Tiranës dhe të Krujës. Dhe kryesisht qendresën më kryesore të gjesh Kasiotit Skënderbeut. Aminis ju uroj suksese, e falenderoj që zgjodhe pikërisht Tiranën për të bërë promovimin e kësaj vepre. Do thuaj që nuk është libri, thjesht është një vepër, të cilën do na shërbej që të gjithë nosha për studime në vazhdimsi. Urime dhe faleminderit. Ja jep fjalën profesorit Recep Abazi, i cili ka ardhur enkas për këtë ngjarje nga Medvegja, 2 fjalë përshëndetje, ndoshta edhe për 2 fjalë, pavarësisht se vetëm për rrugën që ke bërë, ja vlen për një fjalë zemre, sepse një fjalë zemre duke qenë pa ujë, nuk kërkon shumë kohë, kërkon shumë pak. Pralla pa anekdotat jenë viset e mia, i kish pas humb njërit një qap. I thot babai shko, po ku mal ta kërkoj. Shkon djali i ri, mali i madh edhe kthehet shumë shpejt, a e gjete? Ku ta gjen gjithat madh, atë në gjithat mal të madh, qapin e vogël. Andaj, neve na u kanë grumbulluar problemet.
Por sa do që t'jenë problemet, në qoftë se I sistemojmë mirë, atëhere edhe ja hapim prioritetin edhe ja nisim, sepse asë një deri më sot që e quaj njeri nuk I ka zgjidh problemet të gjitha për një herë. Po në qoftë se nuk I sistemojmë mirë, edhe nuk I respektojmë si pas rendit, atëherë ngatrojmë e s'u bëjmë asgjë. Me këte dua të them që ne kemi shumë mundësi për zgjidhjen e problemeve. I kemi 2 shtetet organizuara edhe të njohura ndërkombëtarisht. Kjo është pasuria e shqiptarëve, që vetëm këto kohra I kanë shqiptarët. Pastaj, kemi pasuri humane apo njerëzore që nuk e ka bota. Vëllezër, I lexoni ndoshta ju edhe para meje, sa talent shqiptar po e dridhin botën me dijen, me guximin, me punën edhe me suksesin. Pse s'po e bëjnë atë në Shqipëri? Pse s'po e bëjnë në Kosovë? Apo mos flasim për Preshevë e Sanxhak. Presheva, Sanxhaku, Malizi, një pjesë e Maqedonisë, nuk janë probleme as të Preshevës, as të Sanxhakut, as të Malizi, po janë problemet shtetit shqiptar, vëllezër e motra. Sepse as një komunë e Novi Pazarit dhe as 3 komuna të shqiptarëve në Serbi nuk mund t'ja dalin me Serbinë. Kjo është shumë logjike. Këte duhet ta bëj shteti shqiptar. Si ta bëj? Unë nga këndvështrimi I një mësuesit shqiptar të Svircës Medvegjes, e cila nuk ekziston hartë, ja kam kushtuar Medvegjes 47 vite punë edukativo arsimore të nxënësve shqiptar. Mas paku 27 herë kam mujt me shku ku do në botë, edhe në qitë Tiranë ku jam sot. Nuk e kam lanë Medvegjen. 30 vite tjera e kam kushtuar Medvegjes pra pos arsimit, 77 krejt. Ma shumë su një bëra. Prandaj, motra dhe vëllezër, duhet t'i klasifikojmë cilat detyra janë të shtetit, cilat organizatave jo qeveritare, cilat të individve. Në qoftë se kështu veprojmë, këte po ja u them edhe nga një eksperiencë Preshevës. Jo që është këtu ky djalë sot I Preshevës, por ky ka filluar të ndryshoj praktikën në Preshevë me veprimet e tij. Në qëtë mënyrë edhe ka suksese. Qofse mund shërbej si model, le ta marrin edhe të tjerët. Askush shqiptarëve nuk ja ka inat. Këte duhet ta hikim. Nuk na ka kush inat. As Serbi, as Kroati, as s'poj numroj të gjithë. Ata e duan tokën shqiptare me pasuri që I ka toka shqiptare, jo minati shqiptarve. E ne na ka dhënë Zoti e nuk po mund ta mbrojmë. Kush na mbroj atëherë këtu? Qofse ne se mbrojmë. Vetë ne shqiptarë duhet ta mbrojmë. Kemi potencialet e panumërta, që të mos harrojmë me umet bosh disa individve këtu, që janë në këtë tubim. Zotria Zgan Hakla e ka sjell Medvegjen në vitin 2006 në Tropoj, kurse kemi ditë ku është Tropoja. Me zotin Minela Kureta ishte dhe ai këtu. Këte ka Boris Met Krasniqi Lala e ka sjell Medvegjen në Klin. Po madhështore ka bën një burr këtu që quhet Marcel Laçaj, I cili ka ardhur në Medvegje ka bujt një natë. Ne mund të vim Tiranë kur të duam, që edhe Amina ka ardhur përkundër pengesave të cilat I ka, se ulen jo të them si fëmijë, edhe tash si të pjekur. Por e rëndësishme është shqiptarët nga Shqipëria të vinë Medvegj, e në Preshevë, e në Sanxhak, e të mos I numroj të gjitha. Atëhere e sheh bota që ne nuk jemi vetën. Se derisa vim në Tiranë, mirë po kalojmë, s'mund të ankohemi, kënaqësi është.
të vinë Tiranë. Por kënaqësia ka qenë kur ka ardhur Marçelaçaj me 30 të rinj e të reja. Pas Preshevës e Bojanovës edhe ka thonë po shkoj me fjet me Medvegjë. Çka ka ndodhur? Na kanë mbyll sallën e shtëpisë kulturës, nuk kanë lejuar me dhënë programin. Por ky e dha provimin e historisë me djemtë e vashat e Shqipërisë. Dhe të them edhe një nga jeta ime 47 vjeçare punës edukative arsimore, pas 30 vitesh, pas luftës dytë botërore në fshatin Staraboj, jam mësuesi i parë shqiptar, deri atëherë kam mësuar shqiptar serbisht, sikur që mëson nxënës tuaj Amina. Po që në Sanxhak edhe pas 50-60 vita të dhejta, sa u ba lufta e dytë botërore. Prandaj vëllezër edhe motra, në qoftë se nuk i bashkojmë forcat, elementet determinuese të zgjidhjes së problemit, atëherë s'u do të bëjmë kur gjë. Mund të zgjasim sa të doni tregime e biseda. Po në qoftë se prej miellit, ujit edhe zjarit bëhet buka, e mielin e lëm këtu, zjarin këtu, ujin këtu, ne do të vdesim nga uria. Tash për tash, inshallah gabohem, ne shqiptarët po punojmë me elemente të ndara edhe nuk po na çojnë deri te zgjidhja. Kombi shqiptar është bashkuar, vëllezër. Kombi shqiptar është i bashkuar. Ka qenë i bashkuar edhe atëherë kur kanë menduar disa se nuk është i bashkuar. Edhe kufit e hekurt kur kanë qenë. Edhe atëherë kombi si komb ka qenë i bashkuar me ideologji, me synim, me qëllim e të tjera. Por shtetet shqiptare duhet të mbulojnë Sanxhakun, Preshevën, Malin e Zi, Maqedoninë, shqiptarët e Maqedonisë me diplomaci, ajo neve na mungon. Let mund të hapin edhe objekte që mungojnë, ato i bën me lek kanë shqiptarët bollë. Po diplomacia i zgjedh, sepse këto janë punë juridike, janë punë diplomatike edhe shtetërore. Unë u falenderoj. Vetëm 1 minutë u kërkoj, sepse unë do të përshëndes me një fyll Migjës Qerim nga Medvegja. Amina urime për librin, mos u ndal, krejt shqiptaria vjen pas te derisa të punosh mirë për kombin. Zotit bekoft ty, familjen tënde edhe bashkëpunëtorët tuaj. Në mënyrë absolute. Për shumë gjëra. E para ne të gjithë kush më pak e kush më shumë nuk dim sa ç'duhet për Sanxhak. Nuk dim sa ç'duhet. E dyta, unë tashim mësova që qenë ka 8.000 km² Sanxhaku. Është gjë e bukur shumë. Kjo më sjell pranë edhe çamrim. Pak a shumë çamria është e tillë, po të marrim Epirin si, është 10 km afërsisht sa Kosova. Dhe shoh dhe ose heq paralele ndërmjet Sanxhakut dhe çamërisë sotme atje, jo ne çamve që jemi këtu, që kemi pësuar genocid, siç ka pësuar Kosova, që fatmirësisht i qëndroi bota dhe Amerika pranë dhe u kthyen. Ne ju e dini që në 44, 45, gjithë çamrit musliman
ashtu, po nuk ka rëndësi feja, domethënë është fakt çambit musliman. Është ajo fjala që e tha zotria që tha ne shqiptarët me pashkollasin jemi. Feja shqiptare është shqiptaria. Atje në Çamëri sot, si dhe në Sanxhak nuk në Novi Pazar, domethënë ata janë shqiptar, flasin shqip si ne, kanë gjak shqiptar si ne, por janë të shtypur, kanë një represion të jashtëzakonshëm nga shteti grek. E njëjta situatë si dhe në Sanxhak, që ne dim pak gjë për të, jo thash, nuk dim që në këtë hapësirë sa shqiptar ka Amina, sa shqiptar ka, sa e flasin, ka të fshehur si qanë disa, ose mira qanë ortodoks në Çamëri që shqipen e flasin vetëm brenda familjes, vetëm brenda fisit, nuk e flasin në ambiente sociale. Nuk bëhet fjalë për shkolla, pastaj në gjuhën shqipe. Dhe këto ne nuk i dim. Prandaj prapë u tha bukur këtu nga një shok, këtu nga një mik, nga një koleg, që ti je si një qëri. Por ti duhet shumohesh, ti duhet të bëjnë qindra mira qëri që ta drejtsojnë çështjen e shqiptarëve të Sanxhakut. Kjo është, prandaj për këtë arsye ti do një mbështetje të jashtëzakonshme. Jo thjesht të shtetit shqiptar dhe të shtetit Kosovës, edhe shqiptarëve të Maqedonisë. Ti do dhe nga ne këtu, në çdo drejtim, kush ka mundësi dhe financiarisht, që ti mos mbetesh me 4 veta, po të bëjnë 400. Se unë kam dhe një kujtim që nuk dua ta humbtu me ju. Kam një kujtim nga Vlora, nga Panajri, që jam pjesëmarrësi gjithë panajreve të librit në mbar hapësirën etnike me Çamërinë, kudo. Më kanë ardhur në Vlorë një lexues, një djalosh i ri që studion në Turqi tani, më ka lexuar pjesën të gjithë librat e mi. Edhe është student në Turqi. Më thotë që kam në muhabete që bëjmë kështu, më thotë që ka dhe shok që studiojnë Turqi nga Sanxhaku. Po mirë, flasin shqipe, thashun? Nuk flasin shqipe. Më dëgjoj mua tash që ndodh. Në një panajir të Vlorës, më vjen ky prapë më sjell një grup 3-4 a 5 djem të ri të Sanxhakut me baban, me njeriun e tyre. Edhe u gëzova dhe i fola, unë ja kështu siç po flas këtu. Por i thash, a flisni shqipe jo apo jo? Tash folni shqip mëse jeni shqiptari, thash. Heshtëm kështu. Pak kalu as punë sekonda shfoli babaj, të gjithë flasim shqipta, po kanë frikë të flasin. Kjo është dhimbja, kjo është paralelja që është edhe në Çamëri sot, që të gjithë flasin shqip. Prandaj ne si shqiptar me zemër jemi pranë teje, po duhet fuqishëm shteti, duhet fuqishëm Kosova, Çamëria, se Lugina është ndryshe. Lugina ka një vedije të lartë kombëtare. Kurse atje nuk e di, shumë shqiptarë atje hiqen bosnjak. Kjo është e dhimbshme, janë shqiptar. Këtu duhet luftuar. Shumë shqiptar ortodoks çam, që flasin shqip si unë, si ti. Më kupton? Ati hiqen si grek ose heshtin, kanë frikë. Këto janë dhimbjet tona, këto janë ajo mungesa, ajo pafuqishmërisë. Po dash të Zoti. Edhe Maqedoni. Maqedoni është tjetër gjë. Është në rasti i manastirit, rasti i Rekës, janë tjera gjëra. Është tjetër gjë, mos është tjetër gjë Reka. Ajo është politika, Marcel, është politika slave që sile, se unë kam qenë ati. Por, do më thënë, mos hymë këshu, shkurtimisht desha të thojë këtë. Jo vetëm në shtetet e Shqipërisë të Kosovës dhe elementi jashtëzakonisht të fuqishëm i shqiptarëve në Maqedoni. Por edhe element fuqishëm, biznesmen, krijues, shkrimtar të ndjen pranë edhe Sanxhakut, që të ndizet shpejt o Sanxhaku se janë shqiptar, të shprehen dhe ata që si bosnjak të shprehen e thonë që janë shqiptar. Po kjo punë duhet bërë dhe në Çamëri, me shtetin e Shqipërisë, duhet ngrihet zëri, se ata janë shqiptar dhe atje. Më dhëmë, që të themë, u bëfsh nga një qëri, u bëfsh 1000, e ndryqofsh gjithë Sanxhaku. Ndërruar Amina, ndërruar kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptarëve të Lubinës Preshevës, ndërruar zoti Hajdari, jam i emocionuar që do t'i them 2 fjalë shumë shqiptarisht e tepër vllaznisht në një aktivitet të promovimit të librit të zonjës Amina Nuraj.
Pra unë bija e dheut. Kur shtetohen kalendaret, historia shpalos datat. Muaj janar është një muaj i rëndësishëm për shqiptarët, sepse ka lënë gjumë të thella në panteonin e historisë tonë kombëtare. Është muaj që flet me simbolin shtetëror kombëtar të shqiptarëve, Gjergj Kastrioti në Skënderbeu, i cili kaloi në amshim. Është muaj që flet me emrin e Ismail Qemalit e Isa Boletinit, që të dy lindën në janar e u larguan në atë botë po në janar. Është muaj i Kongresit Lushnjës, është muaj i veprimtarëve të mëdhej Jusuf Grevalla, Bardosh Grevalla e Kadrizeka, Nuhi Berisha e Recep Mala. Është muaj i ushtrisë shkrimtare për Pretshev, Medvegjë dhe Bujanovc, 26 janar vitit 2000. E pikërisht 3 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së paqes, vritet në pabesi simboli qendresës së luginës së Preshevës, Ridvan Qazimi, komandant Lleshi. Është muaj ku është rrethuar për herë të parë familja Adem Jasharit dhe i shtohet një datë tjetër shumë simbolikisht promovimi i librit të zonës së nderuar. Ardhja e Amina Nurajt këtu, promovimi i librit nga Akademia Renetona, rrezon teorit e propagandura këtu e disa kohë më parë të kombit kosovar. Më vjen mirë që më në fund dhe kryeministri i Kosovës, zoti Albin Kurti, tha: jemi 2 shtete, 2 pasaporta, por një komb. Pra jemi një komb, kemi një adhej. Shkrimtari i madh Uthman, autori i Thijeve të Barit, shkruan: s'kam çfarë të jap kombit tim përveç se fjalës. Zonja Amina Nuraj i ka dhënë kombit shqiptar nëpërmjet fjalëve një libër shumë të çmuar, thash që sot është një ngjarje e madhe për shqiptarët. Prandaj do ta shoh këtë ngjarje të madhe si trinom Akademinë Renetona, zonjën Amina Nuraj dhe librin që ka bërë zonja Amina Nuraj. Presidenti John Kennedy ju drejtohej amerikanëve. Amerikanë të mi, mos mendoni se ç'bëri Amerika për ju, po ç'bëhet ju për Amerikën. Modestisht me zotin Rexhepi, në vitin 2011, me zotin Ragmi Mustafa, kemi organizuar festivalin e parë të këngës dhe vallës shqipe në Preshevë. Atëherë Rusia bëri një notë proteste kundër meje personalisht për deklaratat e mia në Preshevë e kundër Albin Kurtit për deklaratat e tij në Maqedoninë e Veriut. Më vjen mirë që më në fund Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin me një rezolut dhe të përcaktuar në kohë 180 ditë për investigim të menjëhershëm në luginën e Preshevës. Pra shqiptarët tani nuk janë më vetëm, sepse në anën tona kemi një instrument çiftelin. Çiftelia ka 2 tela. Shqiptarët tani kanë zgjedhur akordin shqiptaro-amerikan. Njëri tel shqiptarçe, tjetrit amerikançe. Dhe sa të kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, çfarëdo lloj teorish të ndërthurën, që nga Sanxhaku, Nishi, apo lugina Preshevës, apo Shkupi, ato të gjitha do të shmontohen një e nga një. Amina Nura na sjell një libër se na sjell dhe historinë e Sanxhakut, të Pazarit të Ri apo të Nishit. Shumë pak njerëz e njohin. Unë kam bërë një shkrim, e gjeni në YouTube, në në Google, një shkrim shtërrues për Sanxhakun e Nishit dhe për Sanxhakun e Pazarit të Ri. Aty pikërisht në Sanxhakun e Pazarit të Ri është themeluar perëndoria tribale e Rashës, 11 kilometra në veri të Pazarit të Ri. Pra perëndorinë e Rashës e ka themeluar Stjefen Nemanja dhe e kanë qytetësuar me emrin Stefan Nemanja. Bien e Stjefen Nemanjit e kishte Dhimbje i Ri themeluesi i Shtetit të Arabët. Pra, Akademia Renetona ka një mision fisnik të shkojë tek rënia, tek identiteti dhe të përmbushim misionin e heqjes së toponimeve të huaja dhe kthimin në identitet. Kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër. Kur u pranua Gusla
njerëzit menduan se e humbëm lahutën. Me përpjekjet tona titanike, e bindëm Ministrinë e Kulturës që duhet bëjë dhe një kërkesë tjetër, sepse humbja ishte për shkakun se firmosja ishte edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria, dhe Kosova nuk ishte antar e UNESCO-s. Tani e kemi lahutën shqiptare, pas Çubletës, pas kthimit të Tropojas. Shpresojmë të kemi shpejti Plisin, Xhamadanin, kanunin e Lek Dukagjinit që qertë anatymojnë, është kushtetuta e parë shqiptare pan-ballkanike, e hartuar nga rilindasi i parë i jurisprudencës evropiane, Lek Dukagjini. Pra ne nuk do të rreshtim të bëjmë platformën tonë kombëtare dhe asgjë s'mund të na pengon ne në bashkimin shpirtëror e kulturor të kombit shqiptar. Ne e kemi bashkuar shqiptarët në sofrën Dardane në Tropoj, në edicionin e përvitshëm në Malësinë e Gjakovës. E kemi bashkuar shqiptarët në festivalin e këngës dhe vallet shqipe në Sarand. Dhe siç jeni kështu, ju ftoj publikisht 15, 16, 17 maj në Malësinë e Gjakovës, sofra Dardane. Unë jam Dardan i Malësisë së Gjakovës, është mota e jonë. Pra, kemi shumë për të bërë, por është derë gjak për të argjerën e ditët të sotme. Lavdi dëshmorëve të kombit. Por s'mund të lëmë pa kërkuar lirimin e menjëhershëm të çlirimtarëve, të cilët padrejtisht ndodhen në Hag. Prandaj ne me kënaqësi sot në këtë promovim libri mund të themi unë jam UÇK. Sepse pa UÇK-n nuk kishte liri në Kosovë. Dhe pa UÇP-MB-n nuk kisha arë kjo ditë që tashme Lugina Breshevës që shndrohet kryefjalë e kallëzues i agjendës të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Pa e zgjatur më shumë, ju falemnderit për ftesën, për fjalën, urime për librin, librat e tjerë, urime zoti kryetar për suksesin e madh të Luginës Breshevës, gjithë shqiptarët ndihen të nderuar, shpresojmë të besojmë që së shpejti dhe çamëria, kauza që as nuk vyshket, as nuk plaget, por është kauzë që ende kullon gjak. Faleminderit. Deri në fund. Që folë veçantë mira. Unë kam marrë pjesë, më dhënë rasti, në promovimin e librit në Ulqin. Brillant. Kur hina men, kujtova sa manifestim. Se pash, që ishte dera atje, flamuj shqiptar. Përfaqësuesi i ambasadës Kosovës, kishte ardhe ty. Patriotizëm kërvepër, të qote mi shqipupër, kur shi që flamuj shqiptar. Shok këtu, ose flamur. Pra ne, rati ertizoj, mërë flamur me vete, se rëshetë në nuk ka flamur shqiptar. Sanxhaku, një dhimbje që do ta përjetojmë të gjithë ne, por jo vetëm ne, por të gjithë populli shqiptar, të gjithë ato që na dëgjojnë, që ndoshta kjo regjistrim të përqohet, sepse sot jemi shumë pak, vërtet jemi shumë pak. Të gjithë nga ne përfaqësojmë nga një shoqat, po ka kohë që këto shoqata t'i bëjmë një, edhe t'i bëjmë një emër të përbashkët, të luftojmë për vërtet për patriotizmin shqiptar. Se patriotizmi një nga një nuk na çon kurrë. Patriotizmi i përbashkët na çon atje ku duhet të shkojmë. Unë kam jo vretje, po nuk e di si mund ta paraqesim gjendjen shpirtërore që kishte Amina kur tha këtu sa unë më rrezikohet jeta. Zoja zotëri, të gjithë dhe ne na rrezikohet jeta, po morëm rrugë për të shkuar atje, se kam shumë shokë që kanë marrë rrugën për të shkuar atje, vetëm se kanë gnu një kan për Serbin, janë kthyer në kufi. Pra, edhe ne ndoshta do ta kemi të pamundur për të shkuar në Serbi si figura, sepse kemi paraqit diku, po flasim, po dënojmë genocidin serb etj etj. Po ne po dënojmë individualisht, por shteti jonë nuk po dënon asnjëherë genocidin serb. Sepse e di mirë çfarë po ndodh në Luginë, e di mirë çfarë po ndodh në Sanxhak. Kam shumë dëshirë që këto ditë ta përjetojmë edhe dhimbjen e zonës Shqipërisë lindore, nuk mund i them Maqedonia e Veriut, po Shqipëri lindore është e jona. Këto ditë 200 persona janë paraqit presidentit Shqipërisë për të marrë pasaportët dhe janë refuzuar. Mbi 10.000 banus turq janë populluar në Shqipërinë lindore, pra kanë ardhur, janë populluar. Dhe turqizimi në Shqipëri po ndodh edhe në gjithë trevat shqiptare po ndodh maksimalisht. Mjafton të shikojmë vetëm të dielën në televizorin Klan, televizori më i madh gjoja shqiptar. Nga mjesi në darkë e diela nuk është shqiptare, është e diela turke. E kam dënuar
E kam dënuar edhe mediatikisht zotin Gjebreja, nuk ma shpërgjigj akoma. Çdo të dile, bile, një të dile e ka bon shqiptare mujnë nëntor, 3 të dile tjera e ka bo turki. Ne zotëri jemi shlirur në 112 dhe nuk du të pranem kur që kjo televizor, kjo media të na shakordojë popullit shqiptar. 4 orë dile shqiptare, 4 orë këngë turke, doktori turk, haramat doktor, ja baj haramar, vijet, kemi doktoras shqiptar, matë mirë sa ata që vijet unë a bë publicitet tu. E tjetër tani, unë dëshëroj që vërtet atë që tha Sazan Gjuri, se kjo është unë mirditor që thëmë Sazan Gjuri, ta bëj atë rezolutë, ta firmosim gjithë, bile mundësisht, të shkojmë dhe gjithë ke Ministria Jashtme, të paraqesim atë inatin tonë, ose zëmrimin tonë që vërtet që kjo qeveri të bëjë diçka për popullin e treveve shqiptare. Unë vetëm për një propozim e marr fjalën, sepse ato që u thanë këtu nuk unë do t'i përsërit dhe jam shumë dakord. Falenderoj Akademinë Rënjët tona për këtë mbështetje që i jep promovimit të kësaj trimreshe nga Sanxhaku dhe përshëndes, faleminderit shumë. Juve jeni ajo që neve na motivoni për identitetin tonë kombëtar, për të ardhmen e kombit tonë. Dhe qëllimi i kësaj fjale është që ne nuk e shikojmë periudhën që kalojmë me syrin e të ardhmes. Nuk i kemi parasysh amanetet e të parve tanë, po qajme dhe po përplasemi akoma duke u ankuar se na bën të Sërbi, na bën të Greku, na bën të. Greku dhe Sërbi vazhdojnë të kenë institucione që luftojnë historinë dhe identitetin tonë kombëtar. To i dim shumë mirë të gjithë ne. Por çfarë po bëjmë ne? Çfarë po bëjmë ne? Duhet të jemi të qartë që sot bota vlon për një rend të ri botëror. Ky rend i ri botëror do të ketë edhe interesat të tjera të kombeve. Kush është interesi jonë kombëtar në këtë moment? A i shkon njëri në mend që ne duhet të kërkojmë ato që amanetet e të parve tanë që nuk mundu t'i realizoni. Ismail Qemali që i drithë zëmra pse iku kjo të cop toka ande kjo këtej. Ka ardhur momenti vlezër që duhet të themi fjalën tonë. Një fjalë thot që edhe nëna nuk jep gjithë fëmijës pos qau. Ne duhet i themi gjërat mirë, bukur, qartë, me një rezolutë që duhet ta miratojmë dhe t'ja çojmë në tavolinë të gjithë miqve tanë anë e këndë botës. Në ambasadat këtu në Tiranë, edhe qeverisë tonë t'ja vëmë përpara tavolinës, kryeministrit tonë, t'ja lëmë në tavolinë dhe po të dojlit mos e merret me këtë çështje. Pra çështja e identitetit tonë kombëtar, e ekzistencës sonë sot është më e rrezikuar se kur. Mos quajmë se kemi kufite dhe kemi 2 shtete. Jemi të rrezikuar për shumë gjëra që e dim të gjithë. Jemi të rrezikuar nga shpërngulja masive që po ndodh nëpër trevat e Serbisë, por edhe këtu në Shqipëri. Edhe këto janë rezultat i punës që bëjnë fqinjët tanë, institucioneve që kanë ngritur dhe njerëzve që paguajnë këtu në Shqipëri në vendet e tjera të botës. E miqve të ata që kanë dhe ata, nësa ne miqët tanë i kemi vetëm për t'i përkëdhelur dhe nuk ju themi kërkesat që ne kemi. Ju lutem shumë, një rezolut duhet ta bëjmë. Zotit Asit Memia, kryetari i shoqatës i Marrëzhi Shqiptar, nuk është i pakët, që e vyrë që ai ka lënë gjurmë në histori në këto vlera shqiptarie. Si kryetari i Marrëzhit Shqiptar në Bodhë dhe si kryetari i Asamblesë Federale Paqes Universale për Shqipërinë, ju kam përkushtuar asaj ideje që gjysë të gjyshit na kanë edukuar që ndjep e në nënës. Ne kemi bërë aktivitetet të ndryshme, në përshef kom qenë mbi 4-5 herë, edhe pse në vitin 98-99 kom qenë listën e ekzekutimit Slobodan Miloševićit dhe pas vitit 2000 kom qenë non grata për disa kohë. Në 94 më kanë arrestu, kom qenë gazetar radio televizion, pasaj kom marrë në përshef në Bojanovsk, kem hapë një universitet që mbylli represioni serb, sepse unë në Sanxhak kom gjakun e dajës tim. Bajram Haxhi Biberi ka vdek, ka ra dëshmor në luftën e dytë botërore.
Pra, na lidh gjaku, vujtja, gjithçka. Ne kemi bërë aktivitete shumë të aspo hy për t'i përmend, por simboli i imazhit shqiptar është Armënia, Dardania, Iliria, Dardania, Çamria. KOMBE. Katolik, Ortodoks, Musliman, Bektashi, imazhi shqiptar, identiteti kombëtar. Dhe lutja hyjnore në Anë Tereses. Këte kemi bërë, kemi marrë pjesë 100 vjetorin e pavarësisë, ne japim një statuj, kemi bërë 30 vjetorin me 30 dhjetor vjet, dhe kemi dhënë çmime ambasadore, kemi nxjerrë edhe një libër 650 faqesh me materialet e medjes perëndimore ku kam qenë bashkëautor dhe gazetar. Është libri Imazhi shqiptar, ambasadori i imazhit shqiptar. Njëkohësisht, harroj profesor Xhepi me përmend, ne kemi bërë konferencën e parë shkencore ndërkombëtare për drejtat e lirit të përshevës Luginës Bojanosit në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ku ishte edhe sekretari i përgjithshëm i drejtave të njerëzit të Evropës. Ju përshëndes gjithëve, Zoti u bekoft, Zoti e bekoft Shqipërinë etnike reale të vërtet natyrale. Ju falenderojmë nga zemra të gjithë juve që keni shpenzuar kohën tuaj të çmuar dhe keni ardhur këtë në këtë promovim që unë e konsideroj shumë të rëndësishëm. Fjala që tha Zoti Marcel më la dy shije, një të mirë, një të keqe. Një e mirë ishte që atje kishin qenë me mira shqiptar dhe me flamuje, me gjitha një organizim fantastik, kurse këtu kjo gjë na mungon dhe kjo është ajo shija e keqe që më la. Gjithsesi, edhe kaq sa jemi një nukël, jemi një bërtham që respektojmë qëllimin e madh fisnik të zonjës Amina. Domethënë, unë libri nuk e kam lexuar, do t'i blej disa kopje pastaj, do t'a lexoj me ëndje, me kujdesin më të madh, dhe më ka bërë përshtypje shumë se si është persekutuar familja e kësaj vajze. Domethënë që nga gjyshi i saj, dajat, përveç asaj, zonja tha dhe një fakt tjetër që nuk e dinim ndoshta, unë për vete nuk e dija, kam dëgjuar shumë shkarazi, 16.000 persona që kanë pushkatuar gjatë luftës dytë botërore. 16.000 persona është një fjalë goje. Për 3 ditë. Do me thënë, pa dalim, nuk e di, meshkuj, kështu, gjithë. Holokaust, 16.000 veta është një masakër, është e tmerrshme. Dhe po ta marrë si rjedhim kështu, do me thënë, kronologjik, ka rreth 150 vite që bëhen masakra në mënyrë sistematike. Do me thënë, po ta marrim nga viti 1878, rreth 790 fshatra në zonën nga vjen Zoti Recep Abazi. 790 fshatra në zona e Nishit, në pikun e dimrit, në janar, me ushtria sërbe, në shpinën e saj ushtrin ruse, u masakruan dhe u spostuan. Ata që mundeshin të iknin shpëtorin, ata që s'mundeshin masakroheshin. Pra, një sipërfaqe sa Kosova, do të thënë rreth 10.000 km², Sanxhaku i Nishit, po aq afërsisht 8.000 që nga dhe Sanxhaku i Pazarit të Ri. Po kaq është dhe Çamëria jon, do të thënë këto që kanë llokma paga shumë të llogaritur nga këta fqinjëtanë, 10.000, 8.000 me një të kafshuar. Dhe do të thënë më vjen shumë mirë që zonja këtu e ka bërë këtë librin, do të ka shpenzuar atë jetë në jetë e saj që e ka bërë këtë librin dhe ka rrezikuar. E konsideroj një vajzë me kurajo shumë të madhe. Ka rrezikuar jetën e vet. Është kërcënuar disa herë, siç e tha dhe vet, dhe vazhdon të jetë e kërcënuar. Ne duhet të bëjmë ç'është e mundur që ta ndihmojmë. Ne si Akademi Rënjëtona do të bëjmë ç'është e mundur. Ne para 3-4 ditësh bëm një emision kastile për këtë temë. Morëm shkas edhe nga Kongresi Amerikan që më në fund aprovoi një projekt ligj me 44 vota pro dhe 3 kundërt për të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Sepse deri atje vajti zëri që ata të reagojnë një botë e tërë, sepse nga biseda që patëm dje dhe me Zotin Henkel, ligji që sërbët kanë bërë për atë gjë, është tepër i kamufluar, është shumë i ngjashëm me ligjet që kanë vendet e tjera të përparuara demokracitë. Mirë po, zbatimi i ligjit
është komplet ndryshe, pra ajo që themin e shqiptarët, ka ligj, po ka dhe maliq. Do me thënë, manipulimi i ligjit është i tmerrshëm, i llatarshëm. Na tregoi edhe një diçka zoti Enkeldi, që është një biznesmen shqiptar që po bën një hotel diku tek ato ujërat termale, diku në Medvegje, dhe nuk e lën sepse i është pasivizu adresa. Do të thënë ti s'ke të drejtë më të jetosh atje, nuk ke pasaport, nuk ke patent, nuk ke leje pune, nuk ke banesë, nuk ke tokë, asnjë gjë. Do të thënë ky është një genocid që po vazhdon. Nuk vazhdon më me push, po vazhdon me majën e lapsit. Uroj që ta ndihmojmë këtë lloj lëvizje të këtyre personave kaq të nderuar që na kanë ardhur sot me të gjitha forcat tona. Më bëhet qefi që pash dhe përfaqësues të qeverisë që janë në sinkron me mendimet tona dhe i sugjerojmë modestisht ministres son të jashtëm, qeverisë son, t'i marri parasysh këto vuajtje, këto kërkesa kaq adekuate, kaq të aktuale që të këtyre personave që po vuajnë dhe po përjetojnë një genocid të jashtëzakonshëm në ditët tona. Pasin që të marrim informacion për gjithë keq trajtimet që i patët atje, ne marrim angazhim nga si shoqëria rrënjë tonë, si akademi, që ta shohim me vëmendje këtë punë dhe nuk e kemi parë me kaq vëmendje, që të jemi më afër atje, të mundohemi të bëjmë ç'është e mundur, që të mundet të rregullojmë ato gjëra që mundet, për shembull. Pavarësisht nga se dëgjova edhe këtu, pavarësisht nga fakti se serbët janë ato që janë, grekët janë ato që janë, neve duhet bëjmë më shumë. Juve keni edhe ju një problem atje, se vetë partitë e juve janë të shumta. Nuk bashkoheni bashkë. Ajo krenaria për të qenë vetëm duhet në poshtor. Unë e kuptoj që varfëria është ajo që flet më shumë se sa vetë krenaria nga ndonjëherë, por në këtë rast duhet të mblidheni së bashku e të bëjmë. Ne do bëjmë ç'është e mundur që ta shtim në mend të gjithë institucioneve. Unë, zoti Guri, kam mendimin që ne duhet të insistojmë më shumë te institucionet shqiptare se sa ndërkombëtare. Ne duhet të lejmë dokumenta. Duhet të lejmë dokumenta të shkruara dhe pastaj secili do marrë përgjegjësi ligjore dhe morale për të gjitha gjërat. Unë e uroj edhe një herë zonjën Amina dhe shpresojmë që t'ju lexojmë dhe libra të tjerë. Sot në promovimin e librit të zonjës së palodhur Amina Nuraj me titullin Unë bia e dheut, ju uroj mirëseardhjen në bashkimin Rrënjët Tona. Është kënaqësi ta dëgjosh nga një zonjë fisnike që ka luftuar për ruajtjen e identitetit dhe gjuhës shqipe. Sado që është përballur me sakrifica të shumta, ajo nuk është ndalur. I ka mbrojtur rrënjët tona kryesore, e ka ndier shpirtin e saj në ndjenjen humane të shqipes. Ja si thot ajo, plot u shitën, unë jo. Për që ata që s'më dojnë, jam e drejt e dashuruar me flamurin e kombit tem. Sulhatna në 2 karika. Jam kjo që jam, për që ata i pengoj. Nuk kam pasur shumë, por ata që kam pas, e kam dhënë kombit dhe shpirt me zemër, ata kanë marrë vetëm me xhepin e vetë për të siguruar stërnipat e mbesat. E vërteta ka me dalë në dritë, unë ka me dalë faqebardh. E ata shpirtëzinj që kanë rrejt e kanë marrë pare, kanë me përfundu në burg, ose të shkatrum. Më falni për dialektin se unë s'jam nga Kosova ose nga Presheva, jam vlonjate sa për djeni, jam shqiptare, po nga Vlora. Edhe sot që jam këtu, përfaqësoj poetët dhe shkrimtarët vlonjat, që më ndihmuan me mbledhjen e librave, këtë e them jashtë këtyre që shkruaj, se për Aminën ka shumë gjëra për të thënë, unë e ndjek në Facebook. Nëse pemën e kemi mbjell në bahçën tonë dhe rrënjët e saj boshtore zgjatën deri tek gjitoni, atëherë ai do t'i pres
ato dhe pema do të filloj të thahet. Kështu që edhe rrënjët tona të pemës qëndroj ende pa u bashkuar. Gjithonët në mënyrat e tyre të mundshme munden të thajnë atë. Prandaj, Akademia Rrënjët tona me nismën e kësaj duke shpërndar librat në trojet tona të Sanxhakut, nuk shpërndan vetëm dije, por bashkon kombin, trojet tona. Të njëjtën gjë bën edhe zonja Amina me forcën e fjalës, prandaj zonjë nderuar, e gjithë Shqipëria është me ju, ne ju admirojmë për atë që ju bëni. Zonja Nuraj këtë e kuptova në thirrjen që u bëra poeteve dhe shkrimtarëve të Vlorës për të mbledhur libra për bibliotekën e re të Sanxhakut. Ata u treguan të gatshëm dhe më përkrahen në nismën tonë duke dhuruar libra dhe ju uruar juve suksese. Sa ardhshmi ne do të vim përsëri për të prur librat e bibliotekat e reja të Sanxhakut. Sot është kënaqësi që zonjën me këtë emër të bukur Amina Nuraj e kemi midis nesh. Për mos të zgjatur, më shumë i uroj suksese për gjithçka që bën. Gjithashtu, udhëtim të mbar librit Unë Bia e Dheut. Ne jemi dhe do të jemi gjithmonë me ju, zonjë nderuar. Faleminderit. Është kënaqësi të jesh para këtij auditori, këtyre personaliteteve, shoqatave, këtyre dietarëve që japin zë vërtet Shqipërisë. Unë drejtoj një shoqat turizmi për 13 vitesh, kulinarisë edhe bujtinëve shqiptare. Është kënaqësi të marrësh pjesë në tilla takime, edhe është e domosdoshme. Përshëndes gjithë zotëri që kanë ardhur nga Presheva. Unë për fat të kam vizituar 2 herë luginë e Preshevës, i ftuar atje në forumin ekonomik të organizuar nga Xhelal Mehmeti, i cili na ka bërë prezent edhe në fjalën e diskutimit ton. Kemi vizituar Preshevën, Bujanovskin dhe me thënë drejtë kemi mjaft mbresa, do thonë për atë zonë të prapametër mund ta quajmë për kohën. Unë nuk do të marr kohë juve, unë ju falenderoj juve gjithëve për suksesin, falenderoj zonjën e cila promovon librin e saj, edhe të them drejtën, domethënë u emocionuam shumë, domethënë nga ky takim, nga ky libër, edhe nga gjithë pjesëmarrësit në këtë aktivitet madhor që është organizuar këtu në Tiranë. Kthehen brap, s'kam ku vetëm, se kemi pa dhe shmidaj. E do kthehen ke ky por, kur thot Fred Vale, apo shi spiritu, në Fredi shumë herë. Kur një punë nis për keq, ajo përfundon në drejt. Dhe ai por, i Portoromanit, që bëhet më i vogël se porti Durrësit, më i vogël, pani më. Do mbushet më i cekë, do mbushet me sedimente 10-20 emër shpejtësi Durrësi. Do dalë jashtë lojë, për të do ta bëj. Dhe emrin e ka Dubai Durrës. Pas 10 vjetësh do vej vetëm Dubai. Edhe Sazani, e njëjta kompani. Nuk është asi që kryeministri jonë dekorohet me çmimin e mbretit mbretëreshe si Emmanuel Macron dhe fjala në Francë, një çmim në arab. S'është asi. S'është asi që to fjalën që do djalim do bëhet e bretë. Sepse të duan të bëjnë pra, duke qenë arabo që fut në kuptimin e asaj që të sjellin pikërisht ata që duan të bëjnë si puna që Biloviçit uroni ju zotërinë të shtetit turk, merrni ta shqiptar, kaq lekë, kaq ju japin ne pagojmë ne, kështu duhet të thotë atyre ku 100.000 apartamente e me trita fiku, sepse do vinë këta, plus shtatra bosh, plus projekti maleve që është projekt Lufitës, nuk është për shqiptar, plus Bregdedi nga Tongua, Putrin, i shitur komplet me sistemin. Prandaj, zoti profesor t'jap drejt, sepse me vërtet duket sikur ne jemi brenda një tempi që zonja Amina mblodhi dhe po kalojmë. Ne kemi për të tyre zoti Piuli, edhe me gjithë siç bëm këtë rezolut gjej kasiotit, që e menduam, erën prurje, dal gjerbu, edhe shumë gjëra për e parë. Sepse ka, edhe mund t'ja thënë, por nësi ka edhe si thuan gjëra, po edhe kush ato. Pra, nëse themi ne si rezolutën për Sanxhakun, shqip-anglisht, e filmosur, nga kryetar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Preshevës, e të vendosur me shoqata Pisi, me shoqata Dardania, vazhdojmë shoqata Cilla Kastriot, nga shoqata kemi këtu profesor Fitim Qaushi, për dyja, se nuk janë rasimor, profesor Gzimi, nuk është rasimor, që ne për 2 javë jemi gjyq me profesor Fitimi, se vetë për një person, që quhet Vasortoli, që ndonjëherë bën mira ja Gondalive, që i thot fundit, e meritojnë një person, e quajnë polifonin, isopolifonin, ku 40 të mençur të polifonisë shqiptare,
ose polifonia jo shqiptare që ka titullin e parë nga Imali Ramadan Sokoli, nuk është në kur iso polifoni, nuk është për kur një koncert me iso polifoni, nuk është thënë kur një mendim në libra, në muzikë, në festivale iso polifoni, kur është e 4 shkallë, bëjmë një titull me padashëm, futu, se që njëri nga një bëjmë një titull, kur shkalla para që nga Thysi, Helsi, Marti, dhe fundit Isua, e nga tele para iso polifoni, që e ka thënë ai, edhe Odiseja dëgjoi Sirena që rrenë syri në tot bale, edhe Danibej, pra edhe shqip Sirena, ai e bën greke, janë dhe një pisë gjyshve të mi grek thot ai, një person vënë në loj një popull. Pra nuk e rasit. Biblia ka të gjëra të bla, 5 gjëra të mëdha që duhet i transmetoni se cili nga ne është libri, Armina është një stumullar. Po se cili nga ne është një pol, një pikë qendrore më vete që duhet ta shpërndaj mendimin. Çfarë? Gjua shqipe, gjua më e vjetër në botë, 2023. Nuk ta e thandi. Akoma që vatë boshi, që duhet tane, në duhet kesh frikë farë, thotë që 1500 vjetë. Me që gjua greke 1500, gjua serbe 1500, vazhdo gjua latine 1500, s'mund tjetë kjo. Po është. Gjua me e vjetër në botë, e vërtetuam baroj të ka pak. Vjen Ateneja me e vjetër në botë, e vërë 13. 2. Do vazhdojnë. Elmeri me i vjetër në botë, 8500 vjetë në lim, e thanë të treto, u thanë 2023, në vetëm një puj. Po, të treto, priti, për në qenga dhe plisi, vesha me vjetër në botë, për në qenga dhe lauda, në qenga dhe gjubleta, për në qenga dhe i gjë shumë e shenjë, që ta profesor, unë vopë që nuk ka lashtjana, për të aldhën të merit, që vërtetoj, që si rrenja i gjurës të mine, edhe rrenja muzikës, s'ka rëndësi është e Veriut, thot profesori, është e Elbasanit, është e Beratit, është e Gjakovës, është e Medvedit, ka një shtrat, që quhet shtrati monitet, dhe thot në atë emision që ndigjeni, atë emision të profesori, ku thot unitet në diversitet, sepse grekët akuzuan që shqiptarët janë më të vjetër në muzikë, por nuk kanë unitet. Profesori, 30 vjetë, që kemi marrë me gjunë, duke qenë inxhiniera, edhe kemi vërtetuar gjëra, ne nuk merrem si profesor një fjala shëzaj roka, që të dalë sintaksa, dalë grama, dalë diftongi, s'merrem me dorë, ne merremi me ato që vlerësojnë të tjerë, edhe kemi një intuit inxhinierike që i jep vlerë të kombi. Pra, doli dhe muzika më e vjetra në botë. Pra, nuk është rasti gjithë to elemente të kulturës, bëjnë një popull që ta të taqoj si indigjente e Amerikës, absolutisht. Ti mund t'jesh pak në Maqedoninë e Veriut, mund t'jesh pak në Preshevë, zoti kryetar, mund t'jesh pak në Pazar të Ri, por nuk shu është minoriteti, si e kombëtar. Shu është dot minoriteti, nuk ka mund t'juar Presheva minoritet, pavarësisht se 60.000, apo t'juar 420.000 minoritet Sanxhaku, Pazari i Ri, po ti e kombëtar që i ke dhënë pikërisht sepse gruaja e Sinanit në vitin 550 kishte të njëjtën veshje me gocën e Medvedit sot. Ky sinjali parë është nga rrethina të Shkupit, ky Konstantin i Madh është nga Nishi. Pra ai nuk ka problem që merr historinë, ai ka problem që merret me kulturën shqiptare, merr shkembin që ka histori shqiptare, kudo që ndodhet të trevat shqiptare nga Danubi deri në Krep. Ai nuk është do Çamrin, ai do Epirin ose është shteti i parë në botë, Epiri, që udhiteshin me mbretër, po shpesh herë udhiteshin dhe me koinet, me këshilla bashkiake që zgjidheshin djemtë e princave dhe zgjedhjet ishin një në vit. Që do t'jetë model për ne sot. Epiri, udhëheqesh me këshilla, me një në vit. Pra, do t'i mbledhim gjitha ato fakte, do ndërtojmë një rezolutë zoti ambasador, do na ndihmosh, zoti e solli erdhë vetë, dakor? Erdhë vetë, nuk është të pandasje, sepse dini, por nuk e dinim që ishte edhe kaq i qartë, jo si pjesa tjetër e qeverisës apo e njerëzve të tjerë, shqiptarët çan nuk akuzojnë. Por neve, po të kemi bashkë, një e dy, edhe mundet bëjnë diçka. Po të kemi bashkë, nuk ka për ne jemi bashkë. Ne si akademi 200 veta, po sidomos shembli i zotit Pingi Bale dhe të tjerë që jemi neve, zoti Memia, antar akademi, zoti Virtut, zoti Marcel, zoti Dod, janë shumë të. Që janë ata, edhe duke qenë bashkë, nuk ka top Allamani në kap. Nuk ka top kur të kapin pishollat, atëherë s'ka pas topi i sultanit. Prandaj, atë bëjmë të rezolutën, shqip anglisht, qofse për gjithë ka qoftë në bëmet më shqipë, për institucionet tona që kanë shumë nevojë. Institucionet sepse del një fantos të boja, me emra ore bolli jemi inxhiniera, profesora ne, edhe ruajmë etikën. Ora çaj etikën, ai tot torç.
Gjeka të rodi e shmit, dhe gjenjerë, kur a i vërtetoj të ripartë fisi matë i lirë, arru nga mesjeta jo, arru nga antikiteti jo, që para antikiteti janë tribale, edhe po e mbyllë, sepse nuk është një të bëjmë ashtu njëri tjeri, por unë të shi të gondi lutën, të Sazamburi, s'ka në cikë në Stefani, e lëmë të kërë Sazamburi një mail, e shi ti është Sazamburi që vetë, dërgoni mendime, si ku në të rritë ty sa zonja Bada, dërgoni mendime dhe apasuruar, dërgoni lude mendime si t'jeni, si t'a ndimojnë, zoti kryetar, një, zonjën Rami, ty, qeshtjen Presher, me drejt, qeshtjen Vëzari Eri, Sanxhak, o deri të hapja historisë, për nga gjëllurë më vëllajt, atëm dhe fjallë funë se s'mëndurojë, për nga thanë, ky që e ndaru Shqipërinë në 1878, Bismarcku, virtut, ke emri virtut, ose mbaj dhe emri, risti virtut. Edhe tha që Shqipëria dhe shprehje gjeografike, një qofë se nuk do kishe të shkruar gjuhën e saj. Populli shqiptar ka shkruar. Dhe merë serbi, e thonë që shprehje gjeografike, qeregun e fjalisë, pa vazhduar 3 qeregun tjetër, që ishin 3 rjeshta, edhe ne sot dim Shqipëria shprehje gjeografike, ka thënë Bismarcku, se është pak e vërtet. Sepse kur i vajti Abdyl Bej Trashi me Mehmet Konicën, kur vajtën atje edhe zbuluan shumë të vajna tani që Shqipëria nuk është shprehje gjeografike, po për e thonë vetë. Pronari më i vjetër në Europë, Emmanuel Macron, gjua më e vjetër, dhe populli i fundit s'ka pushtuar kur, dhe nuk ka ardhur në askun, bani më, kur s'ka pushtuar s'ka ardhur në askun. Barova, falinderit, për jetizmin për Një propozim.